Mpirja e duarve, shkaktarët që ndikojnë në tunelin e Karpalit. Mirë se erdhë doktor Ylli, tema kjo është për ditën e sotme në Bima dhe Shëndeti. Mirë se ju gjejmë. Kemi mundësi, besoj, pasi të trajtojmë temën e tunelit të Karpalit, të bisedojmë dhe me ju për të mirëpritur pyetjet dhe shqetësimet që ju keni, por më parë le të tregojmë se çfarë është tuneli i Karpalit dhe pse na ndodh mpirja e duarve, duke marrë këtë shkak, pra tunelin e Karpalit, se mund të ketë edhe shkaqe të tjera. Po, mpirjet e duarve vinë ose nga cervikalja, ose nga ndonjë bursit që mund të kemi këtu tek pjesa e klavikulës, te shpatula, por më të shumtat shkaqe janë ato mpirjet që shkaktohen nga ngushtimi i tunelit Karpal. Le të sqaroj pse quhet këtu. Ja, afërsisht tek kyçi i dorës, më këtu. Atëre, këtu është një si ngushticë në formën e një tuneli, midis 8 kockave të vogla, semliunare, quhen në formën e gjysmëhënës, që realizojnë përkuljen e kyçit para mbrapa, por edhe kështu majtas djathtas, ja, kështu poshtë lart, majtas djathtas. Atëre, këto kocka, duke qenë si gjysmëhëna, krijojnë atë mundësinë që të përthyhet shumë mirë artikulacioni. Mirë po, këtu është një ngushticë shumë e vogël, e cila bën të mundur që të na kalojnë ato tendinat dhe nervi për të komanduar lëvizjen e falangjeve dhe të kyçeve të dorës. Dhe mbi të është edhe një fashet që e mban dorën në ekuilibër, që ne mund të ngrëmë pesha, mund të godasim, mund të punojmë, mund të kryejmë veprime, dhe dora të mos të lëshohet, si thua, po t'i kryej këto funksione. Mund të ndodhi që ose nga puna e gjatë, për shembull ai që gdhënt me çekiç, ose ai që shtron pllaka, ose ai që punon për shembull me sopat, ose ai që punon me mouse kështu, me kompjuter tërë ditën ai lviz, ose një person që mund të eci rrugës pa dashur bie kështu, peshon mbi dorë, bie gjithë pesha dhe kjo e ligamentit këtu lëshohet, zgjatet më shumë se norma dhe zona këtu inflamohet. Ose një grua shtatzan, për shembull, që ajo ka më të paksuar në qarkullimin e gjakut dhe fillojnë sikur enjten këto duart, kyçet e duarve, po edhe shputat e këmbëve. Edhe asaj kjo pjesa e tunelit Karpal fillon që sikur do t'i ngushtohet. Ose një me diabet, ose ka disa persona, për shembull që nga ana fiziologjike janë të lindur që kjo pjesa e tunelit Karpal këtu tjetë e ngushtë, po është e ngushtë, po. Ka plot të tillë. Atëherë, plus edhe njerëz të tjerë të cilët mund të pësojnë ndonjë inflamacion në këtë pjesën e kyçit, ose mund të pësojnë nga artriti reumatoid, ose nga depozitimi i kriprave të acidit urik dhe kolesteroli. Pra, një mori faktorësh që mund të na çojnë tek ngushtimi i tunelit Karpal. Dhe kjo çfarë bën tash? Fillon ta shtypi këtë pjesën e nervave dhe bllokohet ose vështirësohet edhe qarkullimi i gjakut, po edhe nervi me të cilin komandohen gishtat, këto falangjet, për të hapur, për të hapur ose për të mbyllur. Atëherë, në këto kushte, për shembull, neve pas mpirjes së dorës, pas këtij ngushtimi gradual, ritmik në mënyrë të vazhdueshme, se ajo nuk mund të themi që erdhi më një herë, jo. Dhe kur ne këtë mpirje më të shumtën e kemi gjatë natës, bie trupi në qetësi, trupin e komandon ai nervi parasimpatik, ku ulet edhe pulsi i zemrës, edhe gjithë ritmi i punës së organizmit, edhe sistemi nervor përgatitet për gjumë, atëherë kjo fillon që të dali në dhimbje e saj. Ose do të na mpihen 2-3 gishtat nga gjysma e gishtit të madh dhe deri tek i vogli, ose nga gjysma e gishtit të madh deri tek i madhi. Varet se ku ndodh shtypja më së shumti këtu. Këta njerëz në përgjithësi ndjejnë mpirje dore, mpirje një. Duhet që gjatë natës sikur do ta shkundin dorën kështu. 2.
kanë atë paftësinë për të kryer punë. Se pjo bjen gjërat nga dora, nuk i mbajnë dot kanë dhimbje ndoshta. Nuk ka forca ajo që të mbajë, nuk mund të mbyllet dora, pasi ky nervi medial që është ky i mesit këtu, nuk përkulet. Dhe s'mund të mbajmë një gjë nga dora, pa le pastaj, sikur unë t'i the, merri një shishe gjysmëkilshe. Jo, leri ato, po merri një shishe gjysmëkilshe, mbaje kështu 1 minutë ose 2, ajo do t'i bjeri me njëherë nga dora. Atere, nëse kemi këto mpirjet natën, në qoftë se 2 gishta e gjysëm ose 3 fillojnë të na mpihen dhe të na dhëmbin, ndjejmë këto shpimet si maja gjilpërash, dhe do të kryejmë dhe disa veprime të tjera, kemi dhe enjtje këtu te ky qidorës e kështu, atëherë jemi pa diskutim në prehrin e kësaj sindrome. Quhet sindrom sepse nuk është një sëmundje, por do të na bëhet, është si thuash, parakusht për një sëmundje tjetër. Qa mund të shkaktojnë nëse ne neglizhojmë ose nuk e trajtojmë dhe nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur? Po nuk ja kushtuam rëndësinë e duhur. Atëherë, për shembull, kjo nëse na shtyp kjo ngushtica këtu, po të na shtypi edhe ente qarkullimit të gjakut, atëherë gishtat fillojnë sikur veç mpirjes tashmë, fillojnë të krijojnë një si nxirje, një si mavjosje. Nuk diskutohet që nuk mund ta lëvizi më, e ka humbur atë elasticitetin dora, nuk diskutohet që të mbajmë pesha e kështu me radhë, gjithë vështirësia është tek problematika që do të na krijohet këtu. Atëherë, do filloj të trashet, ai ligamenti, fillojnë dhe tendinat, aty fillojnë të tkurren, ato kockat në formën e gjysmëhënës që janë 8, aty do të krijojnë kalcifikime përreth tyre, dhe problematika nga më të ndryshmet. Enjten këto falangjet ose shtrëmbrohen në drejtime të ndryshme. Nuk është një dorë funksionale mbi të gjitha, të duart janë. Patjetër. Pra, kjo humb funksionin e saj. Për ta egzaminuar, na duhet të bëjmë një eko, një kontroll, mjeku e shef duke e prekur, çfarë janë? Po, për shembull, e para njëherë këto që neve po ja themi tash, ti vëzhgoj, nëse mpirja dhe dhimbja e me radhë janë më të shumtat natën, nuk mban dot pesha në dorë, nuk kryen dot ushtrime, nuk bën dot punë e kështu me radhë, është si thuash në rrugën e ngushtimit të tunelit karpal. Por do të vej për shembull që të bëj edhe tek mjeku një vizitë. Atëherë, ai do të bëj një bisedë me të, sigurisht do ta pyes, do t'i vjeli një opinion. Dhe e dyta është që ky do të marri për shembull, do të bëj testin Fanel. Këtë mund ta bëj edhe vetë, për shembull, vetë individi në kushtet e shtëpisë. Si është ky test? Për shembull, neve qëndrojmë kështu para, i shtrim duart që pëllëmbët të shohin njëra tjetrën, mbledh gishtat dhe i përthyej kyçet kështu. Në qoftë se unë i mbaj duart kështu dhe kam mpirje ose shtrëngim të tendinave nga sipër, por nuk kam mpirje dhe mizërime nga brenda, atëherë jemi në rregull. Nuk kemi ngushtim të tunelit karpal, pra i shtrim duart, i mbledhim nga brenda, i palos kështu dhe i përthyej sa më shumë. Atëherë, kush ka tunelin karpal, ka mizërime në pjesën e brendshme të pëllëmbës së dorës, prandaj neve e shtypim dhe e ngushtojmë. E dyta, bëjmë këtë testin Tinel që quhet dhe bëjmë kështu. E shtrim dorën, pëllëmbën e dorës dhe godasim këtu. Po. Në moment që ne godasim dhe ka mpirje, jemi pa diskutim në rrugën e sindromit. Pra janë disa mënyra se si e përcaktojmë. Atëherë, po bëm këto të 2 teste në kushte shtëpie dhe reagojmë të tillë, pra kemi këto shenja negative, personi duhet vej tek mjeku. Mund të bëhen shumë ekzaminime, por unë do të thoshja kështu. Për shembull, biseda me mjekun dhe një ekografi këtu na tregon që a kemi me vërtet ngushtime të hapësirës së tunelit karpal? Shikohet fluksi, si janë ente qarkullimit të gjakut. Gjaku para tunelit dhe pas tunelit. A qarkullon lirshëm? Po. Shikojmë nëse kemi depozitime të kriprave. Mund të bëhet një EMG për të matur, si thuash, shpejtësinë e reagimit të nervit. Nervi, si e ka përcjellshmërinë e tij. Në qoftë se këtu është e ulët,
do të thotë që tuneli karpal e shtyp nervin dhe pakson atë shpejtësinë e përcjellshmërisë të komandës. Po kështu, mund të bëhet një MRI, një rezonancë magnetike, po kjo bëhet nëse a kemi të bëjmë me zhvillim të ndonjë formacioni kancerogjen që e shtyp këtë e kështu me radhë. Pra arrihet deri në këtë pikë. Po, mund të harrijet. Për shembull, deri në këto të dy teste që unë përmenda. Pra, dy veprimet dhe testet. Dy veprimet, pra mbajmë duar të i shtrim para, e përthyem kështu dhe e mbledh, nëse kemi ngushtim kaq apo jo. njeriu e merr vesh. Nëse kjo puqet edhe me atë mpirjen dhe dhimbjen gjatë natës, kuptojmë që jemi në këtë rrugë. Nëse ne godasim këtu tek nervi dhe shikojmë që me vërtet këtu diçka më lëndohet kur unë godas këtu, atëre, këto janë shenja që ai pa diskutim duhet vej tek mjeku. Të bëj atë bisedën me të bëj ndonjë ekografi për të parë dhe mendojmë që me këto pak harxhime ky individ merr vesh se është te kjo diagnozë. Pastaj, po qese duhet ndonjë tjetër, ndonjë ose një analizë më detajuar ose ndonjë rezonancë kështu me radhë, atëherë le t'ja lëm kohës. Le të mbahemi për shembull tek këto simptoma që kemi këtë sindromën e ngushtimit karpal. Atëre, për të kaluar pastaj tek trajtimi, po, që ta lëm këtë hapësirë pas publicitetit, që ta fillojmë e ta mbarojmë ashtu siç duhet. Çfarë mund të bëjmë për të trajtuar tunelin, ngushtimin e tunelit të karpalit pas publicitetit? Si të trajtojmë ngushtimin e tunelit të karpalit përmes ushtrimeve dhe përmes trajtimeve alternative. Doktori ka përgatitur disa ushtrime në fakt që për ju që po e përjetoni këtë lloj sindrome, të mund t'i përgatisni ti ushtroheni në shtëpi edhe do të ndjeni pastaj lirimin e këtyre fijeve. Patjetër, kur shtypen nervat te kjo pjesa mediale këtu, vështirësohet edhe qarkullimi i gjakut. Ne duhet të bëjmë që ato nerva që janë të kurur dhe po ngurtësohen, duhet që ti lirojmë. Po si për shembull, e para, le të themi sikur do të lutemi, i bashkojmë duart kështu para trupit, e sjellim afërsisht tek fytyra, pëllëmbët janë të puqura me njëra tjetrën, e zbresim drejt poshtë, shiko tashin, pra fillojnë që të zgjaten këto ligamentet edhe nervat, dhe çojmë poshtë dhe dorën sikur e hapim. Këtë për shembull ne e bëjmë po. Pra ja, kështu. Atëre, këtë gjë e përsërisim 5-6 herë nga 15-20 sekonda. Qartë. Mbarua me këtë. Së dyti, marrim dorën. Pra është lutja e dyta. Shiko tash, unë duhet që të zgjat çik këtë nervin medial. Por si? Ja marrim për shembull, po e quajmë dora e djathtë, është që ka sindromin e tunelit karpal. E shtri para dhe pëllëmba si kur shef për nga toka. Marr me dorën tjetër të 4 gishtat, i palos kështu nga brenda, formoj grushtin dhe grushtin e tërheq si nga vetja. Edhe në këtë mënyrë, ne do të vëmë re që kjo zgjatja do t'jetë nga pjesa e sipërme, por kemi një zgjatim edhe nga brenda. Këto fijet nervore tërhiqen, palosen, bëhet si grusht dhe përthyet nga brenda. Kjo gjë zgjat 15-20 sekonda. Mbasi e kam bërë kështu, e kam mbledhur dhe grushtin, kur ta hap grushtin, i jap një rrotullim në drejtim të akrepave. Dhe erdhëm prap në pozicionin e mparshëm. Prap e kapim dorën, e tërheq nga brenda dhe e palosim në këtë mënyrë. Këtë gjë mund ta bëjmë 4-5 herë. Dhe do të jetë shumë e mira në drejtim të çlirimit të muskujve, në drejtim të përmirësimit të qarkullimit të gjakut. Vazhdoj më tutje, si që e kam dorën, e bëj grusht kështu, dhe bëjmë ushtrimin e grushtit. Po si, për shembull, e mbaj kështu 10 sekonda, e hap dhe e lëshoj. E mbyll prap, në këtë mënyrë. Një ushtrim tjetër është ky. E marr për shembull dorën, e bëj grusht, e hap dhe e jap një rrotullim si në drejtim të akrepave të orës. Po. Kështu neve mund ta bëjmë afërsisht 8 deri në 10 herë. Dhe kjo nuk zgjat as 5-6 sekonda. Pastaj po të njëjtën gjë e bëjmë në drejtim të kundërt të akrepave të orës,
Këto ushtrime bëhen njëra pas tjetrës, bëhen njëra pas tjetrës, pra kemi edhe ushtrime të tjera, për shembull, pra kyçi nga njëra anë, të lirojmë a ndodh që të dyja ndonjëherë të ndodhin të dy mundet që të ndodhin duarve? tek të dyja, por prap tek të dyja do bëjmë të njëjtin ushtrim kështu, prap po të njëjtin kështu. Dhe le të vemi tashëm tek një trajtim që neve me të vërtet ja kemi gjetur zgjidhjen plotësisht kësaj sindrome. Po kush është ajo? Duke ditur që ne përmendëm që këtu mund të kemi një inflamacion, mund të kemi një enjtje, mund të kemi depozitim kriprash të acidit urike, kështu me radhë, atëre, çfarë kemi menduar? Kush na qetëson për shembull një inflamacion? Po sikur të konsumojmë nga pak shafrani ndihen në gjellë dhe pak xhinxher, do të ishte e mrekullueshme, pasi më heq këto inflamacionet që mund të ketë njeriu. Inflamacion që kanë trup, po. Dhe ajo që është më kryesore që të filloj trajtimi është kështu. Marrim afërsisht një gotë ujë, hedhim një lugë çaj me krip gjelle, mundësisht krip të zezë, dhe në të hedhim një filxhan e gjysëm, një filxhan ose një e gjysëm uthull molle, hedhim dhe gjysëm filxhani ujë. I përziejmë dhe aty tash sikur po më përgatiten të bashkohen dhe të veprojnë disa elektrolitë. Edhe natriumi zbërthehet, klori veç, acidi citrike, malik që ndodhen këtu zbërthehet. Lagim, zhytim në të një nap me garzë pambuku dhe ja mbështjellim dorës. Dhe mbajmë afërsisht këtë garzën 10-15 minuta, ku në këtë ujin, në këtë tretësirën, e zhyt napën 2 deri në 3 herë. Gjatë këtyre 10-15 minutave që qëndron ajo garza këtu, neve bëjmë këto ushtrime. Të paktën hapim grushtin e mbyllim, që të mos i lë nervat kështu si të qeta, dhe që të mos lëndojmë këtë pjesën këtu, se mundet që t'jetë dhe inflamuar. Atëre, bëjmë thjesht vetëm këtë ushtrimin e dorës kështu, shtrëngoj grushtin, pra ushtrimin e grushtit, e shtrëngoj edhe e hap. E hap dorën e mbyll. Bëjmë dhe pak rrotullimin nga e majta në të djathtë, në drejtim të akrepave dhe në drejtim të kundërt. E lëm këtë afërsisht sa, si themi, ajo garza, sikur do të thahet. Mbas kësaj, marrim dhe kalojmë një sprajt me atë ekstraktin e trupit, që edhe kjo të më nxjisi dhe të më përmirësoj qarkullimin e gjakut, dhe mbi të pastaj vendosim këtë vajin reumer ose edhe kremin reumer. Atëre, u përhap mirë kjo, fillojmë edhe tek falangjet e dorës, tek shputa e dorës, në fillim gishti i madh është ai që i komandon, ja, le të themi këtë si fizioterapi. Do ta bëjmë në këtë mënyrë. Pastaj e bëj dorën kështu si gjysë grusht edhe ja, i shkrifroj mirë të gjithë nervat. Këtu le të ushtrojmë forcë sa të duam, shumë mirë na bën. Kjo pëllëmba e dorës më relakson edhe organet e brendshme. Kalojmë pak mbi vete kështu me të 5 gishtat e dorës dhe këtu tek tuneli karpal vetëm ledhatojmë, si të thuash, një prekje lehtësuese e cila sa të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Dhe mbi të pasaj e bëj dorën kështu si unaz dhe harri deri tek pjesa e sipërme e klavikulës këtu. Pra, zbraz kështu. Dhe në fund, si që ne përmendëm aty ku do të relaksoheshin nervat që ajo dora për shembull do të shtrije kështu, do të bëjë kështu, dhe pastaj e çojmë dorën kështu lart dhe ja çojmë këtu e mbajmë dhe e ulim anash. Në kushtet e shtëpisë mund të realizojmë gjithë këtë procedurë që mund të lironte shumë më mirë tunelin e karpalit. Kjo dora lart për shembull mbahet dhe më lehtëson ose më mundson që këto kripra që ndodhen këtu, venat ti tërheqin dhe ti çojnë në mëlçip dhe në veshka për t'u pastruar ato kriprat. Edhe kur e mbajmë dorën kështu lart, përsëri hapim dhe mbyllim grushtin afërsisht një 10 herë. Ky është një trajtim i mrekullueshëm që bëhet 2 herë në ditë. Pas kësaj, ose neve do të përdorim çajin kolestomer, sepse këtu mund kemi depozitim të acideve të yndyrnave, mund kemi triglicerid të depozituar këtu, mund kemi atë kolesterolin e keq. Pra, ne nuk u futëm brenda dhe e pam, por ose kemi të bëjmë me një artrit reumatoid, ose me kolesterolin e lartë, që më ngushton këtë pjesën.
Nëse kemi enjtje të gishtave të këmbës, po jo vetëm të kësaj dore, por edhe të kësaj tjetrës, mirë është që të përdoret ky çaj reumer. 3 gota në ditë nga 200 ml, ose nëse kemi yndyrna të larta, pa diskutim që përdoret ky çaj kolestomer, dhe ne bëjmë të mundur... Predispozita ndoshta pastaj, kur ke dhe yndyrnat, je dhe më i predispozuar. Dhe mirë është që njeriu, për ta holluar edhe pak gjakun dhe për të lehtësuar qarkullimin në për këto kapilarët më të ngushtë, të përdorim një lugë gjelle me boronicë në ditë, ose një lugë gjelle me aronja. Ky trajtimi, po patjetër, po krahasit e ngjashme, pavarësisht se aronja i ka kokrat më të mëdha, po edhe boronica dhe aronja mund të jenë bashkë të dyja në një çaj? Mund të jenë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Okej. Aronja ka shumë antioksidantë që ndodhen shumë më pak te boronica. Po. Kurse boronica ka përsëri disa antioksidantë të tjerë që ndodhen më pak te aronia. Atëherë mund ta konsumojmë edhe kështu për të kursyer ndoshta një lugë gjelle me aronja sot, e mbarojmë një pako, pastaj përdorim nga një lugë me boronicën. Bukur. Pa munguar uthulla e mollës në gjellë. Një lugë gjelle në ditë ose 2. Çfarë do të vëmë re? Brenda, le të themi, një jave kemi minus 50% më pak në pirje të dorës, që do të thotë tuneli karpal po qetësohet dhe po zgjerohet. Qartë, uthulla është ilaç pastaj, është Po pa diskutim, po. Ta konsumuar, s'kemi probleme. Një lugë, 2 lugë gjelle në ditë, edhe tani që atë do pëson me vërtet uthulla e mollës, tani që është dhe sezoni ku të gjithë tentojnë të ulin dhe të është e mrekullueshme në mirë funksionim, ndihmon në mirë funksionimin e gjithë sistemit të tretjes. Çdo mëngjes në një gotë me ujë, 1 ose 2 lugë gjelle me uthull për të larguar edhe kolesterolin e keq, edhe pse jo, për të mbajtur trupin në formë. Pastron lëkurën, ka shumë benefite për cilat kemi folur her pas here në këtë studio. Dhe ul edhe tensionin e lartë. Edhe tensionin e lartë për ata që vuajnë dhe që kanë tani këtë ndrimin e gjakut, edhe tek të rinjt po vjet re me të vërtet kjo pjesa e luhatjes së tensionit. Tani është momenti juaj, mund të bëni telefonata dhe do t'i përgjigjemi nga kjo studio. Çdo shqetësimi që ju keni, doktor, mund të ripërsëritet për shembull gushtimi i tunelit karpalit apo e kemi Po sigurisht që mund të ripërsëritet. Edhe ndonjë që mund ta bëjmë me ndërhyrje kirurgjikale. Nëse ky tregohet i pak vëmendshëm, i pak kujdesshëm që ta teproj ose të rritet kolesteroli dhe ky nuk e di, ose të na rritet faktori reumatoid, ose të na lodhen këto kyçet e duar nga puna e kështu me radhë, prapë ekziston mundësia që tuneli karpal përsëri të ngushtohet. Atëherë, zgjidhja më e mirë është kjo. Edhe kur lodhemi, nuk na pengon asgjë, nuk harxojmë asgjë, që neve me pak uthull molle, ujë dhe krip, është një lloj inflamacioni që ndodh. Artikulacionet, lyejmë edhe gishtat, dhe sikur ta marrim dorën për shembull, ta ngrejmë kështu lart, thjesht sikur e shkundim dhe ja, bëjmë pak hapjen e grushit ose mbylljen, 5-6 herë deri në 10 herë. Kjo, me qënë se jemi tek shëndeti i duarve, pse pikërisht shtypja te kjo pjesa këtu midis gishtave në mes e duarve lehtëson stresin? Janë këto videot virale që qarkullojnë? Po, atëhere. Ose lidhja që kanë fjet nervore me organet tona të tjera? Po, kjo është më se e vërtet. Unë di një gjë, që ne kemi një sistem të qarkullimit të gjakut, po kemi edhe një sistem limfatik. Dhe ky sistemi limfatik ka si gjëndra, si qëndra mbrojtëse në zona të caktuara. Dhe këtu neve kemi gjëndra të sistemit limfatik, edhe këtu kemi. Por, nëse e quajmë neve kemi për shembull një lodhje nervore, të cilën duhet ta shoqërojmë me një shkrifrim të pjesës cervikale, me një lëvizje të mollzave të gishtit mbi skalpin e kokës 5-6 minuta, që të përmirësojmë qarkullimin e gjakut aty, dhe shkrifrimi këtu tek kyçi i dorës, në pjesën e sipërme të tunelit karpal, këtu në fillim, nga këtu deri në këtu, t'i shkrifrojmë këto muskuj, pra relaksohen, dhe pastaj vim tek kjo hapësira midis gishtit të madh dhe gishtit tregues. Po të jetë një gjendje shumë të lehtësuar. Po patjetër, sepse këtu neve shtypim, relaksojmë, si thuash, këto gjëndrat e sistemit limfatik, që i kemi këtu te pëllëmba e dorës. Atëherë, në qoftë se unë shtyp dhe nuk i duroj dot dhimbjet, atëherë të jeni të bindur që ose kam ndonjë tërheqje muskulore nga krahu i djathtë,
ose kam ndonjë shtypje të nervave të vertebrave. Në krahun e djathtë vertebrat mund të më qëndrojnë kështu, në pozicion të prirët, dhe këtu në dalje të vertebrës mund të më shtypet nervi, por kuptohet që nëse u shtyp këtej dhe nuk ndjej asgjë. Nëse nuk kemi dhimbje, çfarë tregon? Vertebrat e mia janë drejt, nervat e mia janë në rregull. Nëse ke dhimbje ku shtyp? Nëse kam nga të ndiej dhimbje më shumë, atëherë në këtë krah pa diskutim, në sistemin tonë shtror muskulor ka ndonjë devijim. E kuptova. Disa ushtrime na shpëtojnë dhe na bëjnë të kuptojmë shumë problematika dhe gjendje të tjera shëndetësore. Kanë mbritur telefonata të radhë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zonjë, mund të bëni pyetjen tuaj. Zëri juaj vjen direkt në studion tonë, kështu që kush telefonon direkt bën pyetjen. Faleminderit, faleminderit. Dhe të aty doktorin. Kam krahun e djathtë vihet natën. Vihet më shumë dora. Edhe krahun vend, paka shumë e supi e poshtë, por dora më ndihet. E kur e lej dorën të poshtë kokës, domethënë nuk e mbaj dot. Bëjmë këtë provë, se nuk po na sqaron mirë. A kam pirje? I gjithë krahu apo vetëm pjesa e lëmbës? Po kjo thot natën, dakord. Po le të bëjmë çik këtë. Pa shtrije krahun kështu anash kështu. Ja mbaj kështu drejt. Provoje. Nëse është zonja ende në linjë, nëse është shkëputur, po, mund të bëni shtrirjen e krahut, thotë doktori. E shtrin dot krahun drejt? E shtri krahun, ja. Nuk ke dhimbje në këtë rast. E çojmë krahun mbrapa, sikur jam këtu dhe sikur do të bëj një palosje të krahut nga mbrapa. E bën këtë si veprim? Po. Po, harim që ta krejmë kokën deri këtej nga mbrapa me dorën tonë? Po, shumë bukur. Atëherë, ju nuk keni bursit, gjitha këtë ja bëra për të ndarë, se mund të kemi një bursit këtu, edhe po të njëjtat shenja, zonja duhet shikoj këtë pjesën e tunelit karpal. Me këto që ne përmendëm, ta rigjoj dhe njëherë emisionin. Të tjetë në YouTube pjesa, për të ridëgjuar dhe për të bërë ushtrimet dhe trajtimin. Pra çdo ditë ushtrimet që rekomandoi doktori dhe atë trajtimin me çajrat, me uthullin e mollës dhe atë mbështjelljen me kripën të kyçit këtu, në mënyrë që të keni lehtësira. Vazhdojmë të tjera telefonata, i mirëpresim, koha është e juaja tani, ne jemi në pritje të çdo pyetje që ju keni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zonjë, bëni pyetjen tuaj. Ju lutem na dëgjoni, vetëm na dëgjoni nga telefoni që të mos kemi vonesa dhe për telefonuesit e tjerë. Çdo kush që telefonon na dëgjon nga telefoni jo nga televizori. Po. Ju lutem. E kuptova. Kam një nip 8 vjeç, edhe a di që ma zë lemsa, ma zë shumë herë në ditët. Lemza. Më dëgjoj me kujdes. Kur një njeri ka të çorientuar ose të lëvizjet e stomakut, mundet që ushqimi të ngrihet nga pjesa fundore dhe të godasi si me spërkla tavanin e stomakut. Ushqimi në këtë rast është si i thatë. Atëherë çfarë mund të bëjmë? E para, ne mund t'i bëjmë një çaj me nenegjik me mendër të butë ose mentha piperita dhe ja japim këta pi 1 deri në 2 gota në ditë. Gjithçka e ka të zgjidhur. E dyta, pra i japim thjesht ujë, ndoshta edhe me pak sodë. Sodë buke. Po edhe sikur thjesht ujë, ajo fillon ta lidhi ushqimin, masën, dhe ajo nuk del më kështu si ato llavat e vulkanit në fillim që të godasin gjithë pjesën e tavanit të sipër. Bëjmë këto të dyja. Dhe pastaj dua të qetësoj dhimbjet e stomakut. Po si i qetësojmë në këtë mënyrë? Atëherë i themi fëmijës, vepro kështu, mbushe mushkrin me ajër, mbushe, ngjishe fort, kështu. Dhe pastaj ngjesh kraharorin që të ushtrojë një shtypje mbi stomakun. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mira, patjetër. Dhe tjetra, mund t'i themi, shiko, shtypim pak këto kapakët e syve, në mënyrë që
duke shtypur këtu, ne ngacmojmë sistemi nervor që të më ndikojë drejt për së drejti në qetësimin e situatës tek stomaku. Por, ndër të parat që janë, është çaj me nenergjik. Ka ndoshta edhe barin e bletës edhe kështu, por nenergjikun pothuajse çdo njeri e ka në familje. Tjetër telefonat, pra dham shpjegimin se si mund të qetësojmë lemzën dhe nga se ajo shkaktohet, që është një problem i stomakut, e kemi trajtuar dhe herë të tjera në emision. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, zotëri, mirë se erdhët. Kemi një shqetësim. Po? Ikin gati, jam edhe një moshatar, ikin gati 100 metra, 200 metra, na pijem muskujt e kemë edhe të dyja. Po. Kem pirje të këmbëve gjatë ecjes. Po, muskujt komplet këtu. Dëgjoj, për nga ngjyra e zërit, nuk duket si i moshuar. Po. Jo, i moshuar, dëgjoj, qyshin. 88 janë. Unë thash që mu duk i ri, është mashallah. Atere, çfarë bëjmë? Duam që të ushqejmë pak... Pra, duam që të ushqejmë pak muskujt e këmbëve dhe t'ju japim pak energji. Por, duhet që të lehtësojmë edhe qarkullimin e gjakut në përkyçe, flas për tek shputa e këmbës dhe te gjunjët. Atere, lëngu i kockave ju bën shumë mirë, tërfili i kuq përsëri ju bën shumë mirë, zotëris, këputja i bën shumë mirë, ky murizi, lulja e murizit ose çaj kolestomer, përsëri ju bën shumë mirë. Pra një nga këto, jo të gjitha, doktor, njërën nga këto. Pra, të ushqejmë muskujt me kripra minerale dhe me lëndë ushqyese. Të përmirësojmë qarkullimin e gjakut dhe së paku vajin reumer, le ta marri dhe ta përdori 1 herë në ditë ose 2 herë në ditë, 1 javë, te shputa e këmbës dhe tek gjunjët, dhe për 1 javë zotëria mund të dëgjohet përsëri në televizor, do të ne japi opinionin. Të jeni të bindur, patjetër, do na telefonojë çdo të gjithçka do të jetë shumë herë më mirë se sot. Presim edhe, faleminderit doktor, presim edhe një tjetër telefonat të fundit, ikin fluturojnë minutat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zotëri. Kam kaluar doktor para 3 viteve një medinë. Po? E më di nga stomaku. Doktorët më thonë që ke gastrit. Problemi është se kam problemin e tash kam fryrje dhe gati më të vjen. Po, më dëgjoj me kujdes. Po. Në qoftë se vëmëre që feqja del e holl po e lidhur dhe me ngjyrë si asfalti të zezë, juve përsëri mund të jetë shfaqur me lena. Do të bëni shumë mirë që derisa të ndryshojë ngjyra e feqes, ose të shkojtë për një ndihmë mjekësore, ose ky duhet të rrijë shtrirë në krevat dhe të përdori, për shembull, oris qumësht, po të ftohet. Njëherë derisa të na mbyllen këto vatrat e hemorragjisë, ky duhet të marrë për shembull qumësht të ftohet, ndoshta në glikoare, sepse jodi asaj na duhet, dhe një çaj më së pakti lule basani, besoj se ka, atë 1000 fleçin ose bishtamithin ose lulen e gjizës, ose mund të marrë atë çajin gastromer, që është tamam për gastritin. Nuk ka shenja të tjera, doktor, vetëm te feqja dallojmë që kemi melen brenda? Kjo është sinjali i parë. Nëse duam që të vazhdojmë tutje, marrim nga kjo feqja e çojmë për analizë. Feqe gjako kult dhe ana sasiore e saj. Pa diskutim që juve ju del në nivele shumë të larta. Por, nëse ky ka këtë hemorragji në stomak dhe bën punë për shembull ose ecën me hap të shpejtë e kështu me radhë, truri i njeriut ka këtë veçori. Së pari çon gjak aty ku është humbja, jo rrjedhja. Për ta ndihmuar se vjen në funksion gjithë organet. Dhe harron ose nuk ka pamjaftueshmëri për të na shkuar në kokë. Dhe ky njeri bie për tokë. Ku mbet ndjenjat e kështu me radhë. Prandaj them duhet të qëndrojë shtrirë. Nëse nuk ka mundësi, është në ndonjë zonë që s'ka mundësi të shkojë në spital, ky mund të kurohet
shumë mirë edhe në kushtet e shtëpisë. Po. Duke përdorur atë qumshtin e ftohtë, duke përdorur atë çajin me, le ta bëj çaj me qumësht, me lule basani dhe lule bishtamithi. Të pi 3, 4, 5 gota në ditë, të mos haj bukë një 2 ditë, sepse akorja mundet që të shkoj tek ai gjaku që është mpiksur në murin e brendshëm të stomakut, ai është ngjitur tamam, gjaku i mpiksur tamam si mëlçi. E po të ham bukë, peristaltika e stomakut mund të ma heqi këtë. Është njësoj sikur mund t'i heq atë dregëzën një plagë. Pra do të ketë hemoragji. Pra, vlerësoje shumë mirë këtë. Si mund të dalim nga situata shumë shpejt? Edhe tashti që ky nuk ka hemoragji, përdor për shembull rreth 1 muaj e gjysmë një kur për trajtimin e gastritit, le të themi. Por ajo aty ka ulcer, pavarësisht që mund të jetë pak milimetra, 5, 6, 4. Dhe ajo rrjedh gjak, ose ndonjë çarje të kapilarëve, ose të venulave, ai duhet ta trajtojë tashtin që është shumë mirë. Mbyllet ajo plaga dhe ky është i mbrojtur. Faleminderit doktor për gjitha shpjegimet dhe veçanërisht për përgjigjet dhe telefonuese. Ju uroj mjaft të mbar. Faleminderit. Jemi nesër së bashku. Faleminderit doktor edhe një herë. Kaloni një ditë të bukur. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Mbas do të shihemi nesër. Mirupafshim.